Demokratët fituan Bashkinë e Miami të martën hera e parë që ndodh në 28 vjet në kryeqytetin financiar të Floridës, një shtet që ka votuar për Donald Trump në 3 zgjedhjet e fundit presidenciale. Aileen Higgins fitoi zgjedhjet për kryetar bashkie me një shifër mbreslënse prej 60% të votave, në të cilat ajo u përball me Gonzales, i cili u mbështet nga presidenti Trump, sipas vlerësimeve të CNN. Ajo është gruaja e parë që mban këtë detyrë. Fitoria në shtetin ku miliarderi republikan kalon shumicën e fundjavave në pronën dhe klubin e tij luksoz, Mar-a-Lago, i shtohet serisë së sukseseve të fundit të opozitës në zgjedhjet lokale. Në vjesht ata fituan zgjedhjet për guvernator në Virginia dhe New Jersey dhe zgjedhjet për kryetar bashkie në New York, metropoli më e madhe e Amerikës. Zonja Higgins, 61 vjeç, premtoi qeverisje etike dhe të përgjegjshme që do të sillte rezultate të prekshme për banorët e qytetit. Populariteti i presidentit Trump ka rënë në nivelin më të ulët që kur ai u rikthye në detyrë në janar, gjë që sontazhet thonë se është për shkak të rritjes së kostos së jetesës për vetë amerikanët, pjesërisht për shkak të tarifave shtesë që ai ka vendosur.